Një person ka mbetur I lënduar si pasojë e goditjes nga një vetur sot në fshatin Fshaj. Për shkak të goditjes së fuqishme, I aksidentuari është gjuajtur disa metra më tej, ndërkaq personi që e ka shkaktuar aksidentin ka ikur nga vendi I ngjarjes, duke e lënë të aksidentuarin në vend të ngjarjes. Atij më pas I ofruan ndihmë mjekësore nga reparti emergjencës së Spitalit të Përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov. Rreth orës 8 diçka, na ka ardhur një aksident komunikacion, është ekzaminuar në mënyrë profilizuar në gjitha aspektet dhe është konstatuar se është një lëndim I lehtë, që megjithatë kërkon një observim 24 orë në spital. Një mbocet e kokës, e shpindës etj. Ndërkaq nga Vlera Krasniqi, zëdhënëse për informim dhe marrëdhënie me publikun nga stacioni policor lidhur me rastin ka thënë: Rreth orës 6:30 është pranuar informata se në fshatin Fshaj, komuna e Gjakovës, ka ndodhur një aksident trafiku ku një person është goditur nga një automjet. Si pasojë e aksidentit, personi ka pësuar lëndime trupore dhe I është ofruar trajtim mjekësor. Njësia patrulluese ka reaguar menjëherë në vend ngjarje, ndërsa automjeti I përfshirë është larguar nga vendi I ngjarjes. Hetimet janë në zhvillim e sipër me qëllim të identifikimit të automjetit dhe sqarimit të plotë të rrethanave të rastit.